Ju përshëndes që të gjithëve, sot jemi me Gjuliana Bakalli, ajo është themeluese e Alman Art, është një juriste që pasioni për artin dhe për kulturën, përvoja në projekte kreative, si realizim filmash, podcastesh, organizim eventesh, e bëri që sot të vi me një produkt që i është dedikuar direkt artit, kulturës dhe për më shumë ne do të dëgjojmë prej saj se si ka nisur ky udhëtim, ku jemi sot dhe kush janë disa nga momentet pikante të këtij udhëtimi që Alman Art së bashku me Gjulianën kanë bërë. Dhe unë do doja që ta filloni me si një juriste, përtej dëshirës, kulturës dhe artit, erdhi me një produkt, me një ide që është në shërbim të gjithë le të themi sektorit të kulturës, promovimit të eventeve. Do na tregosh pak më shumë? Është një rrugtim pak i çuditshëm. Është të vërtetë që unë kam studuar drejtësi, por ka qenë deri diku dëshira e familjes dhe prindërve. Gjë që unë e kam dashur edhe e kam ushtruar për disa vite. Kam punuar në sektor ndryshëm, në konsulencë, në organizata, në institucione publike, në përmbarim, në avokati, pra e kam eksploruar mjaftueshëm sektorin. Dhe është shumë e bukur dhe më ka dhënë njohuri të cilat mundem lehtësisht i përdor për dëshirën edhe pasionin tjetër që kisha, që ishte arti dhe kultura. Ka lindur shumë rastësisht si ide. Më parë, unë kam eksploruar të pjesa trajnimeve, kurseve, kam qenë këmbgulse dhe i kam ndjekur. Kam ndjekur në 2021, diku në verë, ka qenë një trajnim që organizohen nga Arti Vistafet, pjesë e një programit financuar nga BE-ja, ku jepeshin njohuri për bërjen e podcasteve, për bërjen e filmave të shkurtër, edhe për ide kreative për t'i mbështetur, për ta zhvilluar. Aty kam njohur edhe një rreth shumë të këndshëm, njerëz që merreshin, po ishin edhe dashamirës të artit. E duke diskutuar në një moment, më pyesin se çfarë ka sot në Tiranë, çfarë mund të bëjmë, ku mund të shkojmë. Dhe aty pata një shkëndi për ta bërë dhe për ta krijuar. Ka qenë thjesht një faqe në Facebook edhe Instagram ku jepeshin informacione, patjetër dhe promovoheshin eventet. Jo në një mënyrë profesionale, jo në një mënyrë estetike. Dhe me kalimin e kohës, në 2022 u formalizua si ide, duke krijuar dhe një website. Në ndërkohë ne kishim bërë dhe kishim fituar projekte të tjera, bashkë me skuadrën e disa miq të tjerë, që të krijonin produkte kreative. Film të shkurtër që është bërë në 2021 dhe 2022 është lançuar, që ka qenë për dhunën ndaj grave, disa podcaste me fokus të drejtat e njerëzit dhe grupet LGBT, kështu që kemi eksploruar në fushat ndryshme. Dhe më pas arritëm që Alman Arti të krijohet si website, kemi marrë pjesë në disa konkurse në 2023-shën, pasi kemi marrë pjesë në trajnime që zhvillohen. Flet përmend programin që ka qenë Rise, i mbështetur dhe organizuar nga Rajko në Shqipëri, cilën ne kemi qenë një nga 2 fituesit. Ka qenë një program From Zero to Hero, i organizuar nga Youth for Social Business, cilët kanë qenë mbështetësit e parë që kemi arritur të fitojmë dhe kanë qenë konkurset Mirfield. Dhe si startup i Mirfield dhe biznes është regjistruar në 2024. Ne kemi ndjekur konkurse, etapa, kemi qenë Marathon Mak të kjo pjesë dhe kemi marrë pjesë më pas në 2024 te EU for Innovation, tek Challenge Fund. Dhe më pas kemi vazhduar me konkurse të tjera që kemi marrë me pjesëmarrjen panajire, nuk kemi lënë hapësira dhe kemi patur të kohës rritje kapacitetesh, derisa kemi ardhur ditën që Alman Arti ka hyrë te viti i dytë në maj, me vitin e dytë që jemi të regjistruar si biznes dhe jemi tashmë media partner i 2 festivaleve që njëri nga to ishte Festival Ndërkombëtar Art Explorer në Shqipëri dhe Tirana European Youth Festival, dhe kemi kaluar dhe të organizimi i eventeve vetë, për shitjen e biletave dhe kemi ide inovatore për cilat jemi duke menduar se si t'i realizojmë. Do doja mbas edhe për dëgjuesit do ketë interes që të kuptojmë si është ky procesi nga ideja tek le të themi përveshja e mendjeve dhe marrja e përgjegjësive, si ndodhi ky? Çfarë kushte u realizuan që juve ecët një hap më tutje?
E para u bë vlerësimi ides, pra ideja ishte e bukur, por nuk ishte një ide fitimprurse në të ardhmen. Kështu na u desh të eksploronim. Sigurisht kemi pasur mbështetje dhe konsulencë, vlen të falenderoj edhe ty se ke qenë një nga ato që edhe me trajnime, mbështetje, po edhe me dashamirësi, ndonjëherë edhe ajo duhet, që të ndihmon edhe të bën të kuptosh edhe të vish me këmbë tokë. Sepse dëshirat mund të jenë të shumta, por duhet të jemi dhe realist. Kështu që ka patur disa momente të cilat na kanë bërë. Unë isha e bindur që në momentin që do merra pjesë të Challenge Fund dhe biznesi ishte kusht kontraktor që biznesi do regjistroj, çdo gjë do ndryshonte. Dhe më pas ndryshimi totalisht i qasjes ka ardhur gjatë periudhës që kemi qenë duke implementuar Challenge Fundin. Duke parë se si po ecte tregu, është një sektor që ka shumë potencial, edhe ofrimi tureve tematike kulturore është një opsion që kemi dashur ta eksplorojmë. Gjithashtu dhe pjesa e organizimit, po dhe shitjes biletave për organizatorë të tjerë, përmes përqindjeve për shitjen e biletave, apo për promovimin në formatin që ne bëjmë. Ardarësit në Shqipëri janë të shumt dhe po shtohen. Nuk hyj tek njerëzit skeptik që thonë njerëzit nuk marrin pjesë. Jo, njerëzit marrin pjesë për sa kohë që gjëra që ata shpenzojnë i bën dobi dhe i pëlqen. Dhe mund të marrin dhe shoqërinë e tyre, kështu që e kemi parë më shumë tek krijimi i komunitetit. Prandaj dhe puna që ne bëjmë është mund të japim si një përqindje ku 40% i kushtohet realisht punës që ne bëjmë, që na sjell të ardhurat, dhe 60% është te edukimi dhe tek ngritja dhe forcimi i komunitetit. Bukur. Pra, ajo që unë kuptova është që Challenge Fund juve ju ka ofruar mundësinë që duke patur këtë periudhën e vlerësimit, edhe të rishikonit se kush do ishte oferta më e mirë e Almanart për të qenë fitimprurës dhe për të monetarizuar. E di që juve keni krijuar këtë komunitetin e bukur. Unë ju ndjek shumë shpesh edhe me shumë dëshirë hyra u bëra pjesë e komunitetit, e kuptoj që ajo është një që shumë e rëndësishme, por për ata që nuk e din, çfarë ofron Almanart? Si mund të përfitojnë ata nga oferta e Almanart? Shumë faleminderit për pyetjen. Almanarti kërkon edhe synon të jetë një cultural hub, duke ofruar një shërbim pjesa marketingut të eventeve, të promovimit të eventeve, por gjithashtu dhe tek organizimi dhe tek shitja e biletave. Siç e përmenda, ne bëjmë dhe ture tematike të dedikuara kulturës që janë në mungesë në Shqipëri për fat keq. Ne shkruajmë projekte, ofrojmë konsulencë, ndihmojmë dhe asistojmë në raportime, duke pas edhe backgroundin e tillë. Pra, është një diapazon i gjerë që i vjen në ndihmë artistëve, organizatorëve të eventeve, duke pas parasysh të gjithë nevojat që ata kanë dhe duke i dhënë edhe ne perspektivën se cila është gjë më mirë për ta, për të patur një event sa më të suksesshëm. Kushdo që do të vi, derën e ka të hapur, dhe ne jemi shumë të gatshëm për të ofruar më të mirë për të pjesë. Pra, juve jeni aleatët e artistëve, e të gjithë atyre që duan të krijojnë një lidhje me publikun, me audiencën, apo edhe turistëve që duan të kenë, apo dhe shqiptarëve që duan të kenë ture kulturore. Juve ku ju gjejmë tani, vetëm në website? Keni platform tjetër? Ne kemi website-ën, që është almanart.al, që ofton që ta përdorni. Gjithashtu kemi dhe aplikacionin Almanart Events, që shkarkoni në iOS ose në Android, që keni informacionet, mund të ndani me misht, të shfaqen informacionet të ndryshme, sepse duam të japim dhe informacione për evente, tematika më të dedikuara. Ne promovojmë dhe eventet e javës, ku të gjithë njerëzit që duan të dinë çfarë ndodh në Tiranë, në Durrës e në gjithë Shqipërinë, duke mos patur vetëm fokusin në një qytet, por mbi gjitha duke promovuar evente më të vogla jashtë Tiranës, të cilat ne kemi dhënë shumë rëndësi. Po, unë drejt me thënë duhet ta pohoj, mund t'ja u them të gjithëve që na ndjekin që ajo paketa javore është
si një ushqim apo si ai informacioni i ditës apo i javës për të bërë një planifikim dhe për të ushqyer veten me pak kulturë dhe art. Kështu që shumë faleminderit Alman Art. Jam shumë kurioze të di se çfarë sfidash një biznesi Alman Art apo juve si një sipërmarrëse keni hasur. Çfarë do zgjidhnit nga menuja e sfidave? Kur tenton të bësh disa gjëra njëkohësisht, koha dhe menaxhimi i kohës dhe i detyrave është sfiduese. Por gjithashtu për mua si person, sfidë ka qenë të mësoj që biznesin ta dua, por ta trajtoj si biznes. Dhe të përpiqem të ruaj një lloj distance në kuptimin e mirë të fjalës, jo të shkojmë drejt burnoutit. Unë më parë kam qenë edhe në punë të tjera dhe kam vendosur që të mos i bëj më, duke u fokusuar te ky sektor dhe duke u përmirësuar te ky sektor, dhe nuk ka ndaluar marrja e trajnimeve, kështu që jam fokusuar te kjo pjesë. Sektori ka sfida, është një sektor që është në zhvillim, por nuk është një sektor mjaft mirë rregulluar nga ana ligjore. Dhe do doja këtë ta theksoja, të them drejtën, sepse ne jemi një sipërmarrje inovative, sepse nuk ka një sipërmarrje të tillë në Shqipëri që e ndërthur dhe edukimin dhe sipërmarrjen edhe ngritjen e komunitetit së bashku. Janë fokusuar tek njëra nga këto pika. Dhe do donim shumë që tregut i shitjes biletave në institucionet publike të liberalizohej dhe të mos ishte më i fokusuar vetëm tek shitja biletave in person, pra personalisht atje, që e vështirëson shumë. Edhe ne klientët do donim këtë gjë. Kështu që jemi dy palë, sektori privat dhe ardalësit, që si kudo në botë futen dhe blejnë bileta online. Bukur. Pra juve jeni inovator, por në të njëjtën kohë keni mundësi që të bëni inovator edhe sektorin publik, edhe një numër aktorësh që ende mbase nuk e kanë përqafuar teknologjinë në mënyrën se si e ka përqafuar për shembull sektori privat. Cilat aftësi, çfarë kompetencash ti çmon tek vetja jote që të kanë bërë të kesh këtë sukses dhe ta sjellësh Alman Artin në rritje gjatë kësaj periudhe? E vlerësoj për fjalët e mira. Aftësitë janë të ndryshme, por mendoj që e para është këmbgulja, e dyta është njohuri teknike që kam për pjesën e fushës nga vi, pra që e mira është që marrëdhëniet rregullohen me kontrata, me marrëveshje për të shmangur çfarëdo lloji problemi. Gjithashtu aftësi teknike për pjesën e të shkruar projekte, raportimi, e gjitha këto që janë gjëra që mësohen me kalimin e kohës edhe duke u ushtruar. Tjetër gjë që do vlerësoja te vetja, që edhe të tjerë ma thonë, është të qenit më parë kudo prezent edhe të qenit të hapur ndaj opsioneve të ndryshme dhe të dëgjuarit të këshillave. Sepse gjërat e mira nuk bëhen vetëm, mjafton dhe një fjalë e mirë e dikujt për të ngrohur zemrën edhe shpirtin dhe për të dhënë kurajo, kur ka patur momente që dëshira për ta braktisë idenë mund të ketë qenë e fortë. Si për të qenë shumë realiste dhe konkret. Kështu që nuk duam të themi vetëm gjëra të bukura, po edhe gjërat reale. Kemi qenë të hapur. Kjo është gjë që ka bërë diferencën. Dhe kemi pasur mundësinë edhe e vlerësoj shumë për të gjithë donatorët, partnerët që na kanë dhënë mundësinë të kemi mentor dhe mentorim. Cilëve ja kemi dëgjuar këshillat, jemi përpjekur që të bëjmë maksimumin për gjërat që ata na kanë sugjeruar dhe ofruar. Që vlej të përmend disa mentor që kanë qenë pjesë e programit të Partners Albania, programi mentorimin nga dhoma ekonomike e gruas që unë kam ndjekur vitin e kaluar, kështu që kanë qenë mentorime shumë specifike. Në qoftë se do kishim një mesazh për sipërmarrësit e rinj, për ata që duan, kanë një ide apo janë në hapat e para, kush do ishte mesazhi për ta? Unë jam idenë që duhet provojnë.
Unë kam bërë dhe më parë si përmarrje, nuk është hera parë që bëj. Duhet një rreth shumë i mirë miqësor, që është nga sektor të ndryshëm që mund të ndihmojnë. Të duhet një rreth shumë i mirë dashamirëssh, njerëzish që në momente të caktuara besojnë tek ideja dhe te vlera jote, më shumë se ç'mund besosh ti në momente të caktuara. Dhe kjo duhet patur parasysh. Asgjë nuk është në vijë lineare. Ka kurba ngritje, ka kurba shumë të forta rënje. Dhe të mos dorëzohen përballë presioneve dhe përballë vështirësive, sepse diamanti prodhohet nga karboni në presion. Dhe këtë duhet ta kenë parasysh. Nuk është një shprehje klishe, por është një shprehje për të mbajtur parasysh. Shumë faleminderit Gjuliana për bisedën e këndshme dhe shumë suksese Alman Art në rrugën e vet të rritjes, por edhe të reflektimit. Shumë faleminderit edhe uroj që fjalët që unë thash të jenë të shkojnë te publiku për të kuptuar që duhet vepruar patjetër, por duhet vepruar duke pas parasysh që gjërat nuk bëhen asnjëherë vetë. Shumë faleminderit.